Edhe e dim se situata ka qenë delikate, duke e ditur ndihmesën në njërën në tjetërën palë. Nuk është shumë e lehtë një kapiten i kombëtarës ta ndryshoj drejtimin edhe nuk është shumë e lehtë duket edhe nga përfaqësuesit e federatës për ta lejuar që të ndodhë një gjë e tillë. A është dashur Federata e futbollit të Shqipërisë të jetë më e kujdesshme në këtë drejtim që të mos lëndojë njerëz këndej pari? Të them diçka. Unë nuk e se kam një respekt madh për sa i përket politikave që po Federata Shqiptare e Futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit është e specializuar për të grabitur futbollistë, sepse po ta shikosh 90% e skuadrës edhe rezervat janë futbollistë të pa krijuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Po kjo gjë nuk është se i ngarkon me faja tha për këtë rast. Federata Shqiptare e Futbollit nuk ka të drejtë të mbyllë derën askujt. Çdo njeri që është shqiptar, që qiron përfaqësohet me fanelën e kuqezi, Federata Shqiptare e Futbollit është e detyruar që t'i japë mundësi që ta bëjë këtë gjë. Por në këtë situatë kemi qenë edhe para pak kohësh me Ismailin, me një super djalë që ai ishte kapiteni i 21 vjeçarëve të Kosovës, që në mbrojtje të që bën një super karrierë tani në Itali dhe për pak besoj që do të formosin me skuadrën e Juventusit, edhe ai gjithë Kosova kënaqesh me këtë që po luan me Shqipërinë. Nuk është se e ka shpallur armik. Tani këto janë fjalë abuzive, edhe kur Rashica mbas evropianit edhe Rahmani shkon të luajnë me Kosovën, ishin luajnë me Shqipërinë dhe shkon te Kosova. Edhe atëherë u tha, u bë një buje e madhe, unë duhet të them jo tradhtarë, po ka gjithë kullalli që njerëzit do të luajnë me atë që e ndjejnë. Se duhet luajnë me skuadrë ku ata e mendojnë që talenti i tyre evidentohet më shumë. Pastaj, këto fjalë thik ma shpine, ju kemi dhënë bukë, unë mendoj që janë jo të egzageruara, po me vërtet skandaloze. A do të kishte një reagim tash për po që se do ndodhte vice versa një futbollist i Shqipërisë vinte për Kosovën me një varforme? Asnjëherë, po. Po se nuk ka ndodhur në fakt, ka ndodhur me rastet që i përmendën, por ata kanë prejardhën nga Kosova, që janë kthyer për Kosovën. Po shembull dikush që do ishte po e di që i nje. Jo vetëm ato dy, po ishin edhe të tjerë, po ajo që duhet të them është që Federata e Kosovës realisht nuk ka provuar ta bëjë kurrë këtë gjë. Dgjoj, themi gjë, nëse ti është një filozofi kështu mjeko popullore, nëse prek këtu të dhëm, 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 ke vrarë gishtin, nuk të dhëm gjithë trupin. Kështu që mos vallë Federata e Kosovës i ka fajin vetë për kësaj gjëra, se ky djali luante në një skuadër si Parisheva, më se modeste. Po. Nuk është se lose ke Real Madrid, po s'është punë e Federatës ta çojë Real Madrid. Federata duhet ta krijojë kështu. Po kuptove. Të djalin Shqipëria e mori tek Malisheva, në Superligjën e Kosovës. Po se shkoi e mori domethënë që ta shohim çik më lart, ta shohim çik më shkurtër. Ajo që duhet të them, si po Daku, çfarë? Daku tradhtarë. A është? Ti si mendon? Jo, unë nuk them që është. Unë nuk them që është, sepse Daku, në rastin e Dakut është pak situata më ndryshe. Ka gabuar, shembull ka gabuar Federata që se ka përfshirë, se ka gjykuar drejt. Po të pse çfarë dyshimi ka me këtë? Po ky ka qenë duke mbajtur shiritin e kapitenit, edhe ka dorëzuar edhe ka shkuar atje. Po ta kishin grumbulluar këta po. Po këta pa i grumbulluar ka qenë. A s'ka qenë i grumbulluar? Me kombëtarë si atë e ke fjalën për kombëtarën na. Ajo është çështje tjetër, pastaj duhet ta diskutojmë. Shembull, ju thatë se jeni kritik në raport me politikat e Federatës Shqiptare të Futbollit. Unë po i referoj një deklarate të Armand Dukës, kryetarit. Thotë ne marrim vetëm futbollistët shqiptar. Kushdo që ndihet shqiptar, luan për ne. A s'është deklarat? Pak e